Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të konsumoni arra, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Arrat kanë një histori të gjatë mijëra vjeçare dhe kanë qenë ushqimi i mbretërve në Persinë e lashtë. Ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore omega 3. Janë të pasura me fibra, vitaminë B, magnez, antioksidantë dhe vitaminën E. Forma e vitaminës E që gjendet te arrat është e rrallë dhe shumë ushqyese. Arrat sigurojnë nivele të jashtëzakonshme të vitaminës E në formën e gamma-tokoferolit, sidomos për shëndetin kardiovaskular tek meshkujt. Kjo formë e vitaminës i mbron ato nga problemet me zemrën. Por cilat janë përfitimet e konsumit të arrave? Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim disa nga vlerat më të mira që do të merrni nga konsumi i arrave në mënyrë të përditshme. Do të ofroni një mbrojtje dhe një ushqim të duhur për trurin. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arrat luftojnë edhe problemin e depresionit. Arrat përmbajnë lëndë të larta ushqyese. Ato përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Janë të pasura me vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, magnez, mangan, fosfor dhe hekur. Janë të pasura me omega 3. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Luftojnë problemet e kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Janë një ushqim i mirë për flokun. Vaji që përmban arrat është biotin, kalium, omega 3, omega 6 dhe omega 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbokthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg edhe infeksionet. Arrat janë një ushqim i shëndetshëm për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E përmbajnë antioksidant natyror që ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar edhe rrullat në fytyrë. Arrat janë të mira për shëndetin e kockave. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve yndyrore omega 3. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Meqense arrat janë të pasura me fibra, janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si dhe në luftën kundër problemeve të saj. Arrat janë një ushqim i pasvendësueshëm që mund të shtohen në sallata. Mund t'i gatuani në pul, mund t'i shtoni në kocë të tjera, të shijshme dhe të shëndetshme në të njëjtën kohë. Së fundmi, ekspertët thonë se arrat duhet të jenë një produkt shumë i rëndësishëm i dietën tuaj. Një mënyrë shumë e mirë për të marrë përfitimet e tyre është duke konsumuar arra vazhdimisht në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë 5 deri në 8 kokra arra mesatare çdo ditë, të cilat do të jenë një mundësi e shkëlqyer e trupit edhe për të sjellë një sër përfitimesh në dobi të tij. Nëse doni të përfitoni nga profili i tyre i lartë ushqyes, arrat duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Këshillohet më shumë që arrat të konsumohen në formën e tyre të papërpunuar, në mënyrë që vlerat që i sjellin shëndetit tuaj ta kthejnë atë në një aleat të çmuar kundër këtyre shqetësimeve. Nëse doni që të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit të trurit, nuk duhet të mungojnë arrat në dietën tuaj. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë shumë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arror mjaftueshëm. Një studim i fundit i cilit i referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundje të zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet të zemrës, ndaj ato konsiderohen një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu. Përveç të pasurit shumë antioksidant, arrat përmbajnë fibër,
proteinë, vitamina dhe minerale. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrra, por këto yndyrra janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjegojnë se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do të humbas peshën e tepërt, sepse arrat nxisin edhe ndjesinë e ngopjes afatgjatë. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinat dhe mineralet e nevojshme. Arrat janë të pasur me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbrojnë organizmin, e mbajnë më të shëndetshëm dhe parandalojnë gjithashtu një sër komplikacionesh të tij. Arrat ushqejnë në shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega 3, që gjenden me shumicë te arrat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Kanë vlera të mëdha ushqyese, përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Arrat kanë gjithashtu shumë vitamina. Arrat përmbajnë sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat, tiamin, sasi të madhe gjithashtu të elementëve ushqyes dhe parandalojnë radikalet e lira. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin nivelin e kolesterolit në gjak. Ushqejnë flokun dhe vaja arrave përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut dhe parandalojnë gjithashtu edhe humbjen e dëmshme të tij. Arrat ofrojnë përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Janë një burim i shkëlqyer i acideve alfa-lineolike, një acid yndyror omega 3 që është i rëndësishëm në reduktimin e inflamacionit. Në fakt, është i vetmi arror që përmban shumë acide yndyrore omega 3. Komponimet e tyre antiinflamatore mund të zvogëlojnë problemet kardiovaskulare dhe të sjellin gjithashtu rezultate të mira për shëndetin e zemrës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e arrave si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në përditshmëri. Nëse doni të keni vlera më të mira të shëndetit tuaj, sidomos atij kardiovaskular, arrat duhet të jenë një zgjidhje përkatëse për të përfshirë vazhdimisht në dietat tuaja. Konsumi 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë do të jetë një mundësi e shtyrë e trupit tuaj për të rritur edhe përfitimet në shëndet dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e frutit të arrës së papërpunuar për të rritur vlerat e trupit dhe për të parandaluar një sër problemesh. Arrat janë një zgjidhje praktike për të përmirësuar edhe performancën e trurit, ndaj në këto raste mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave tuaja të përditshme. Studimet kanë treguar se antioksidantët dhe polifenolet antiinflamatorë që gjenden te arrat mund të përmirësojnë funksionet e trurit dhe të ngadalësojnë rrënjët njohëse që ndodhen me plaken. Funksionet njohëse përfshin kujtesën dhe aftësinë për të menduar. Shëndeti i zorëve do të përmirësohet. Bakteret dhe mikrobe në zorë janë gjithashtu thelbësore për shëndetin tuaj. Ulëntimet tregojnë se arrat mund të përmirësojnë shëndetin e zorëve. Një provë klinike ka treguar se personat që hanin arra çdo ditë kishin bakterie më të shëndetshme të zorëve. Gjithashtu ekspertët këshillojnë të mos i ndani arrat nga dieta juaj, sidomos edhe gjatë sezonit të tyre për të ndikuar pozitivisht edhe në një sër funksionesh të trupit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.